Specialist për hetimin e krimeve ekonomike e financiare referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin Da, 32 vjeç, banues në Korçë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në aktivitetin e tij u konstatua se ushtronte aktivitet pa e regjistruar në organet kompetente. Specialist sektori qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për një 17 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë në Korçë referuan materialet në prokurori, ku filloi gjithashtu procedimi penal për shtetasit Za, 63 vjeç, banues në Korçë, pasi dyshohet se ka goditur me pëllëmb një 63 vjeçare, BK, 28 vjeç, banues në Korçë, pasi u kap duke transportuar 5 metër kub dru të prera në kundërshtim me ligjin. Lënda drusore u sekuestrua me cilësinë e provës materiale. Po nga këta specialist u referuan materialet në prokurori dhe u shpall në kërkim shtetasi GM, 39 vjeç, banues në Bilisht, pasi dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta ka kanosur një 47 vjeçar. Vijon puna për kapjen e tij dhe sqarimin e rrethanave. Specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë në Pogradec referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit B, 56 vjeç, banues në Proptisht, pasi dyshohet se ka kanosur me armë gjau, të cilën e posedonte me lej një 49 vjeçar. Arma e gjaut u sekuestrua me cilësinë e provës materiale. VB, 44 vjeç, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një 58 vjeçare. PG, 46 vjeç, banues në Gështenjës, pasi dyshohet se për motive të dobta ka kanosur me fjalë një 52 vjeçare. AB, 54 vjeç dhe RB, 25 vjeç, banues në Rëmenj, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me grushta në fytyrë një 23 vjeçar. Specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kolonjë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit IZ, 71 vjeç, NJ, 68 vjeç dhe TJ, 65 vjeç, banues në Rehov, pasi për motive të dobta kanë goditur njëri tjetrin. HD, 38 vjeç dhe ED, 40 vjeç, banues në Leshnjë, pasi dyshohet se për motive të dobta gjithashtu kanë kanosur me fjalë një 57 vjeçare.